Jo vetëm më tifozlik, unë mendoj se kjo shkoj me ndërhyrje politike në këndvështrimin tim dhe sipas informacioneve që kam, sepse së pari njerë nuk janë të besueshëm 2 nga 3 antarët e Komisionit Vlerësimit. Është kryetari... Joni Keda, ka një karrierë, nuk është se morën në mënyrë të jashtëligjshme. Është nën kryetara i BK-s, prandaj themun që dështimi i BK-s deri sot lidhet dhe me drejtimin se është nën kryetari i BK-s. Pra, tani unë uroj dhe them realisht, duke qenë se jam qytetarja që ka kallëzuar më shumë në SPAK, me 86 kallëzime, unë uroj që realisht Treshja, Altin Dumani, Arben Kraja dhe prokurori tjetër që nuk po e kujtoj për momentin, Behar Dibra, të kenë bërë zgjedhjen bazuar në dokumentacion dhe në integritetin moral dhe profesional të individëve. Dhe sigurisht këtë shpresojmë të gjithë, për gjithë vendet. Këtë them. Pyetja ime është një tjetër këtu. Po. Në këto kohë të fundit, le të themi ka një dorë të padukshme që po i lëviz gjërat në drejtsinë tonë. Dhe e dim, ose të paktën duket, sikur nuk është dora Ramës këtë herë. Mund të mendojmë që ka një konsensus dhe me këtë dorën e padukshme në këtë për zgjedhjen e fundit? Ka një okej, ka një shkelje syri, ka një miratim? Unë e shoh ndryshe. Për shembull, nëse do të kthehemi pas në kohë, na u përplas fytyrës ajo Sherri, jurikim me Edi Ramën, do të thuash. E kam thënë që në kryetarës që ajo është e stisur. E gjithë kjo nga Rama, për të thënë që Altin Dumani nuk e desha unë, po e donte Amerika. Në fakt, jo vetëm që ishte komplet e kundërta, po dhe rezultoi komplet e kundërta. Altin Dumani e donte Rama, e donte Ulsimanja, të gjithë ata të cilët ky në fakt i shërbeu verbërisht për 3 vitet që drejtor SPAK-un. Ka ndryshuar gjërat në SPAK? Po, ka ndryshuar gjërat. Për mënyrën se si po vepron SPAK-u dhe për mënyrën se si SPAK-u po kontrollohet. Tash është ajo thënia e famshme e senatorit italian, po kontrollorin kush e kontrollon. Dhe ne këtë duam, që edhe këta të pa kontrollueshmin të kenë një sy që i shikon në të gjithë veprimtarinë e tyre. Dhe unë mendoj se... Dhe kjo mund të jetë BK-ja? Jo, është ajo dora e fshet, ky syri, për mua. Vaj madh. Dhe për mua, gjërat kanë ndryshuar mbas 20 janarit. Pra, ndryshimet gjeopolitike përtej oqeanit kanë ndryshuar dhe në qasjen e SPAK-ut në raport me ligjin dhe kushtetutën. Pra, para 20 janarit, fatkeqësisht, ne kishim disa Amerikan të korruptuar që vinin në SPAK, duke përfshirë edhe një mafioze. Nuk themi dot as që të dyshuar të korruptuar, se... Jo, janë